Mes malesh dhe pyesh madhështor, me drur pishë dhe avu, ka kohë që ka filluar shfrytëzimi i disa guroreve, prej të cilave nxirren gur dekorativ. Heshtin shekullore të pyjeve, tani e prishin edhe pistoletat, varet, daltat, për t'i marrë malit këtë material të çmuar, të fortë dhe të bukur, që do të shërbejë për zbukurimin e pallateve dhe godinjave të qyteteve tona të reja. Punëtorët dhe specialistët e guroreve të qafshtames ne gjetën të mobilizuar plotësisht për të dhënë sa më shumë material ndërtimi atë dheut në prag të 20 vjetorit të çlirimit. Në mes të pyjeve nga kalon rruga, makinat ngarkuara rënd e çojnë gurin e Tiranë në kombinatin Josif Pashko. Numërit e fabrikave që prodhojnë materiale ndërtimi i shtuar edhe ajo për punimin e gurëve dekorativ. Këtu punojnë vinçet fuqishëm për të ngritur, shkarkuar e ngarkuar tonelatët pa numër të gurit, që vjen këtu nga Qafshtama, Karaburuni dhe Peshkopia. Ka gur të bardhë dhe të kuq. Me anën e këtij vinçi, guri ngarkohet në një vagon. Këtu shkëmbejt lidhen me llaç, skalitën dhe pastaj vagoni kalon në sallën ku ndodhet gadri, makina që bën punën e parë në prerjen e gurit. Kjo makinë është përbërë për një sër sharrash, të cilet me ndihmën e rerës së detit që lëshohen me ujë, bën prerjen e gurit. Është ndoshta e çuditshme, por si janë sharrat ato që e presin gurin. Është pikërisht rera, e cila vendoset në një shtresë të hollë nëpërmjet sharrave dhe gurit dhe bën prerjen e parë. Prerja e gurit e Qafshtames bëhet ngadalë, mbasi është shumë i fortë dhe i ngjeshur. Kalendari ndroi disa data, u hoqën flet pas flete, derisa përfundoi prerja e gurit. Por nuk ndodh me të gjithë gurët kështu. Po qëse guri Qafshtames pritet të gjejë në 8-9 cm në 8 orë, guri Karaburunit pritet 16, gjejë në 18 cm në 8 orë. Nga prerja parë, pllakat e gurit kalojnë në makinën e shkëlqimit. Në makineritë e prerjes së pllakave punojnë disa sharra të fuqishme që e presin pllakën me shpejtësi të madhe. Sharrat e këtyre makinerive janë në formë disku dhe gjatë perimetrit ka një shërit të bardhë të diamantit. Pllakave këtu u jepen dimensionet e nevojshme. Si kudo në fabrik, prerja bëhet me anën e ujit. Këto pllakat formave të ndryshme janë tani të gatshme për të veshur fasadet e shkollave dhe kopshteve, pallateve dhe stadiumeve të ardhshëm. Puna e parë me përdorimin e këtyre gurëve dekorativ po bëhet në pallatin e madh të kulturës. Këtu me gurët e Qafshtames do të vishin kolonët e fasadës së pallatit, hyrja, disa dyshemet të sallave e të tjera. Muret e prapshme të pallatit janë veshur me guret e Karaburunit që janë jo vetëm rezistent,
por dhe shumë të hishëm me bardhësinë dhe pastërtinë e tyre. Me ndërtimin e Pallatit të Madh të Kulturës, ndryshon rrejsisht qendra e Tiranës. Do të hapen gjerësi të mëdha, sheshe, rrugët zgjerohen, do të ngrihen paqe të shumtë e të gjelbërt. Ashtu si ky pallat, në të ardhmen rrugët dhe bulevardet e Tiranës sonë, do të shohin godinë dhe pallatet zbukurura nga gurt më të bukur dekorativ të vlleut tonë. Godinat e reja, rrugët dhe sheshet e qeshura që hapen në të katër anët e Tiranës, zbukurimet e shumta që bëhen nga ditën e ditë, kënaqin, gëzojnë, entuziazmojnë qytetarët, të vegjëlit dhe të mëdhenj, banorët e kryeqytetit tonë plot ngjyra dhe dritë.